Zoti Beqiri, si mendoni pse as këtë radhë Berishës nuk I bëri punë, po themi, as lobimi prej 6 milion dollarësh I kontratës që nënshkroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as strategu I Trumpit që mori në fushatën e tij elektorale nuk rezultoi me sukses që ta çonte drejt fitores. Po sepse harrohet nga këta liderët tanë, harrojnë një gjë. Këta duan ta mbajnë mirë me këdo, po nuk duan ta mbajnë mirë me popullin shqiptar. Mirë, po në fundit populli shqiptar është ai që voton, ai e ka votën. Dhe përjedhoi populli shqiptar është aq I zgjuar sa nuk intimidohet, nuk e komplekson dot atë me figura të ndryshme. Aq më shumë që ka patur prova në këtë drejtim, sidomos Berisha dhe ka dështuar vazhdimisht në këtë. Ai pati fenomenin e Doris Pakut, e përdorte Doris Pakun u bë ajo si tezja e Shqipërisë, dhe sa herë kishte nevojë Berisha vitin nga Gjermania, ajo eurodeputete e tjera, edhe fliste mirë e kështu, sa më shumë fliste mirë ajo, sa më shumë nemte ajo Partinë Socialiste, aq shumë vota merrnin këta nga populli. E njëjta situatë edhe për Laçivitën e të tjerë. Nuk do votonte Laçivita në Shqipëri, aq më shumë kur Shqipëria dhe shqiptarët e kanë akuzuar Berishën dhe familjen e tij për korrupsion të lartë shtetëror, çka u ka konfirmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, çka u ka konfirmuar edhe Spaku me akuzë që ka ngritur kundër Berishës, çka u konfirmoi edhe gjykata e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ajo e gjyqtarit paraprak që e kaloi çështje për korrupsion për gjykim ndaj Berishës, pra një njeri që ka bërë korrupsion të lartë shtetëror, të arrit tani që të marrë 6 milion nga buxhet, nga gjaku dhe djersa e taksapaguesve shqiptar, dhe t'ja japi atje për t'i bërë ati pastrimin në thonjza të llumit që ka mbuluar një jetë tërë në Shqipëri, edhe përmes kësaj të fitoj pushtetin, edhe kjo është një ndëshkim e shuplak që ata t'japin këto 6 milion thonë që dhe atia, e derisa të qanë zemra për pensionistët, ka që duan pensionistët dhe u bëhet një fishe gjysmë pensioni edhe ata tyja të heqin kapelen, kurse ti jep thjesht dhe vetëm që të pastrosh, të më falësh, do më thënë në vëjtën e familjes tënde. Kjo nuk është normale, prandaj dhe mori këtë ndëshkim. A rrezikon Sali Berisha me këtë kontratë që ka nënshkruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas asaj që psoi pas non gratës? Po tani është detyruar Partia Demokratike, do bëj raportin financiar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është detyruar të deklarojë të gjitha shpenzimet që ka bërë dhe të gjitha burimet e të ardhura. Na I kanë ardhur të ardhurat për shpenzimet që ka bërë. Përjedhoj, do të justifikoj edhe 6 milionët e eurove të dokumentuara. Qa dokumenti do ketë? Tjeni të bindur që s'ka dokument të tillë, sepse fondi që I ka dhenë buxheti I shtetit Partisë Demokratike për fushatën elektorale ishte vetëm 250.000 euro. Por vetëm këto janë 6 milion euro, po fushata bën ata, sa kanë harxuar? Atëre ku I kanë gjetur këto para? Pra kemi të bëjmë me një para që është vënë në rrugë korruptive, e dyta që nuk e ke deklaruar dhe e treta që po e pastron. Kështu që kemi 3 vepra penale dhe për këto 3 vepra penale, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve pasi t'i vej raporti nga ana e Partisë Demokratike, do ta çojë këtë raport me relacion përkatës në SPAK dhe SPAK-u do filloj procedimin penal, por për lobimin e ka filluar procedimi dhe po heton faktikisht SPAK-u, pra vetëm për këtë 6 milionët e kontratës ata e kanë filluar, kurse këtu flas në tërësinë e gjithë raporti që do paraqisi Partia Demokratike dhe rrezikojnë të dënohen me burg, edhe burgu, domethënë masat e dënimit për këto 3 vepra penale janë të rënda, variojnë deri në 15 vjet burg. Nëse keni informacion, në cilën fazë është SPAK-u sa I përket hetimeve që kanë nisur kundrejt çështjes së lobimit për 6 milion dollarësh të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
por ata kanë bërë shumë veprime hetimore, tashme janë, domethënë, duke hetuar mënyrën se si nga shkuan këto para, se faktikisht gjoja kanë qenë atje brenda në Amerikë dhe në Amerika domethënë i ka kaluar, nuk ka kaluar gjë nga Shqipëria, kjo po hetohet sepse në fakt u rezulton që nga Shqipëria kanë kaluar shumë herë më herët dhe personi që ka marrë përsipër atë krijimin e atij fondacionit, po fondacioni thonjza se fondacioni ka vetëm këtë person, pra me emër dhe mbiemër gruan e tij dhe vajzën e tij dhe nuk ka tjetër, vetëm këta tre janë. Këta po hetohen sepse faktikisht kanë qenë të lidhur me Sali Berishën edhe me atë Partinë Demokratike, domethënë me këtë pjesë të ngushtë të Partisë Demokratike, dhe faktikisht paratë e pista që kanë kaluar në Shqipëria, kanë kaluar në disa duar atje në Amerikë, po një ndër duar e besuara ka qenë dhe ky që krijoi fondacionin dhe ky i ka marrë më parë ato lekë dhe tani i pastron, vazhdon t'i pastrojë atje. Kjo është dhe arsyeja që ai nuk i gjendet me tani edhe adresa se i ka humbur, por është një problem që po hetohet edhe nga FBI-ja, sepse është një kontratë që është evidentuar dhe ka brenda saj personalitetet të tilla që kanë qenë afër Trump dhe kjo konsiderohet e rëndë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata qysh me një ligj që kanë të vitit 1789 e kanë të ndaluar rreptësisht që një shtetas amerikan ose një pjesë e strukturave të pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndikoj ose të përçojë ndihma të tilla në përfushat elektorale e tjera në vende të tjera për të ndryshuar pushtetin ose për të ndryshuar qeverisjen e tjera. Avokat, si mendoni, pse Berisha nuk tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe të mbajë përgjegjësi për humbjen dhe ku një pjesë kërkon dorëheqjen e tij, apo në këtë rast është duke mbrojtur familjen e tij, pra konkretisht fëmijët e tij, përmes qëndrimit në krye të Partisë Demokratike? Nuk i ka ngelur mbrojtje tjetër. Mbrojtje ligjore nuk ka. Akte zyrtare që të vërtetoj të kundërtën e krimeve që ka bërë nuk ka. Është i bindur 100% që ka mbi supe jo thjesht dhe vetëm këtë aferën e korrupsionit Partizani, por ai e di që shumë shpejt tani vajza e tij dhe djali i tij do të merren në përgjegjësi penale, edhe ata për korrupsion aktiv do merren në përgjegjësi penale për pastrim të parave të pista edhe për mos deklarim të ardhurave.